Grupat parlamentare të VMRO-DPMNE-s, Koalicionit të Vlen dhe Znam kanë dorëzuar një iniciativë për formimin e një komisioni anketues për të përcaktuar rrethanat në veprimin e institucioneve lidhur me tragjeditë dhe aksidentet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, bëri të ditur deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski. Ai sqaroi se komisioni anketues do të ketë për qëllim përcaktimin e përgjegjësisë së funksionarëve, mbajtësve të funksioneve publike dhe personave të tjerë të lidhur, si dhe të përcaktojë rrethanat për veprimin e institucioneve në këtë tragjedi dhe aksidente, duke përmendur zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidenti i trafikut i Durmoturs në Llazkarce dhe aksidenti i trafikut i Besa Trans në Bullgari. Komisioni anketues do të formohet në bazë të nenit 124, paragrafi 5 të rregullores së Kuvendit. Ai do të përbëhet nga 15 antarë dhe zëvendësit e tyre, prej të cilëve 7 antarë do të propozohen nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s, 2 nga grupi parlamentar i LSDM-s, 2 nga grupi parlamentar Fronti Evropian, 2 nga grupi parlamentar Vlen, 1 antar nga grupi parlamentar Znam dhe 1 antar nga grupi parlamentar Levica. Me të do të kryesojë një deputet nga radhët e partive opozitare. Stojanovski u bëri thirrje deputetëve edhe nga partitë e tjera politike të bashkon kësaj nisme. Ndërkaq, në lidhje me këtë, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Rina Ajdari tha se së pari herë do të analizojnë këtë iniciativë dhe pastaj do të dalin me qendrim konkret. Ndonëse tha se janë pro çdo iniciative për të zbardhur të vërtetën e tragjedive. Në këtë rast do të diskutojmë, por ne kemi thënë në kontinuitet, do ta shohim një herë çfarë përmban ai material, po i VMRO-DPMNE-s, por e kemi thënë që pra qëndrimi ynë ka qenë që do të mbështesim çdo iniciativë për volumtimin e të gjitha deri në fund të gjitha fatkeqësive që kanë ndodhur deri tani. Nga parashtruesit e iniciativës sqarojnë se komisioni do të përgatisë gjetje që do të jenë bazë për nisjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë të gjithë të involuarve që kanë kontribuar në ndodhjen ose nuk kanë kontribuar në parandalimin e këtyre ngjarjeve tragjike.